Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura natyrale me rozmarin që ka habitur edhe mjekët me efektin që ka në shëndetin e trurit. Vlerat dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri te organizmi. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes, e rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht, është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit dhe përmirësimin e memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e thamë që nga gatimi deri te vajrat esencial. Ajo ka ndikime pozitive në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe rrezik për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim shumë i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A, C, duke përfshirë minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu që nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini çaj, të bëni masazh në krahëror me vajin esencial të rozmarinës ose ta konsumoni sa më shpesh në ushqime. Rozmarina ka efekte pozitive gjithashtu edhe për sytë tuaj. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-tat dhe dobëson shikimin në mënyrë graduale. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet të konsumoni sa më shpesh këtë bimë të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Rozmarina është një efekt i mirë për tretjen e shëndetshme. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar më shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Vlerat e rozmarinës janë të mira edhe për kujtesën e mirë. Ndonse që kjo bimë jep edhe për memorien shumë përfitime dhe qëndrimi i trurit është i paçmueshëm. Janë përdorur që në lashtësi si një recetë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse ajo konsumohet rregullisht. Rozmarina është një bimë shumë e mirë kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi dhe skleroza e shumfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, të përdorni çaj ose të bëni masazh rreth kokës me këtë vaj esencial. Largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë shpëtim për personat që kanë tendencë të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesa juaj largohet lehtësisht me rozmarin, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni ta konsumoni sa më shumë çajin e rozmarinës në përditshmërinë tuaj. Kështu edhe efektet e saj në organizëm do të jenë vërtet të veçanta. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë gjithashtu përdorimin e rozmarinës vazhdimisht në ndikimin e saj në shëndetin e përgjithshëm. Rozmarina është një bimë vërtet e veçantë e cila mund të shtohet listës suaj të përgjithshme. Ajo do të ndikojë pozitivisht edhe në shëndetin tuaj, duke ofruar kështu efekte antiinflamatore vërtet të vlefshme në rritjen e përfitimeve të trupit, gjithashtu edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh. Dëshmitë tregojnë se rozmarina është një efekt mbrojtës për rënien mendore lidhur me moshën. Ullëntimet e ershme tregojnë se marrja e gjetheve të rozmarinës në pluhur mund të përmirësojë shpejtësinë e kujtesës të të rriturit të shëndetshëm dhe të moshuarit. Sidoqoftë, dozat më të larta duket se pak keqësojnë kujtesën.
Kërkimet të tjera të ershme tregojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarin, balsam limoni dhe element të ngjashëm përmirëson kujtesën të rriturit të shëndetshëm 62 vjeç ose më të ri. Gjithashtu, rozmarina është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër rënies së flokut. Ulëntimet e ershme tregojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës dhe vajrave të livandës në lëkurën e kokës do të përmirësojë rritjen e flokut te disa njerëz. Ulëntimet sugjerojnë se aplikimi i vajit të rozmarinës në lëkurën e kokës është po aq efektiv sa minoksidili për rritjen e numrit të flokëve të njerëzve tullatë në modelin maskullor. Rozmarina është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të artritit. Kërkimet e ershme tregojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarina mund të zvogëlojë dhimbjet e lidhura me artritin. Dëmtimet diabetike të veshkave gjithashtu mund të mbahen nën kontroll. Një nivel i lartë i proteinës në urinë në një personi me diabet është një shënjues i hershëm i dëmtimit të veshkave diabetike. Kërkimet e ershme sugjerojnë se marrja e një produkti që përmban rozmarin mund të ulë sasinë e proteinës në urinë kur merret edhe në mënyrë standarde. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër lodhjeve mendore. Kërkimet e ershme tregojnë se marrja e rozmarinës nuk përmirëson vetëm vëmendjen dhe energjinë, por ajo do të lehtësojë gjithashtu edhe lodhjen mendore, duke ofruar një zgjidhje më të mirë kundër këtyre situatave, të cilët do të ndikojnë negativisht në përditshmërinë tuaj. Rozmarina është një bimë aromatike që rritet edhe në klima tropikale, sidomos edhe në vendin tonë. Kjo barishte e vogël përveç se njerëz dhe shkëlqyer është e fuqishme në trup dhe në mendje. Përfitimet janë të mëdha që askush nuk duhet të shmangë përdorimin e saj. Ajo relakson mendjen tuaj. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar si dhe të garantojë një ndjesi gjallëruese. Ju vetëm duhet të fërkoni bimën e vogël mes gishtave tuaja dhe të thithni aromën e shijshme të saj. Ajo ka efekte të mira antioksiduese. Rozmarina përmban antioksidantë të fuqishëm që mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Për ato që nuk e dinë, kjo barishte ka acid rozmarik, acid karzonik dhe acid ursolik, të cilat janë antioksidantë të njohur me veti antisëmundje. Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Ajo përmban veti antiinflamatore dhe mund të ndihmojë në trajtimin dhe lehtësimin e astmës, ekzemës, artritit dhe problemeve të ngjashme. Përmirëson ndjeshëm shëndetin e trurit. Një nga elementet pozitiv të rozmarinës është edhe efekti i saj në shëndetin e trurit. Rozmarina arrit rrjedhjen e gjakut në kokë dhe stimulon sistemin nervor qendror. Por më tepër, kjo bimë njihet në përmirësimin e kujtesës. Edhe më mirë akoma, përmban përbërës që parandalojnë degradimin e elementëve të neurotransmetuesve të rëndësishëm për të mbajtur memorien më të fortë dhe për të parandaluar sëmundje të tilla siç është edhe Alzheimeri. Ajo ndikon edhe në lehtësimin e trupit nga lodhja dhe stresi i veshkave. Bima ka aftësinë për të luftuar lodhjen dhe stresin e veshkave, pasi zbut edhe problemin e hormoneve. Është e mrekullueshme sepse sot shumica e njerëzve jetojnë në një gjendje të tensionit të vazhdueshëm. Për këtë arsye, trupi ynë mund të përjetojë efekte të dëmshme të kortizolit të hormoneve. Në këtë rast, rozmarina së bashku me barishte të tilla si livandot kanë aftësi të jashtëzakonshme për të ulur nivelin e kortizolit në trup. Rozmarina do të rrisë energjinë e trupit. Rozmarina është një nxitse e mrekullueshme. Gjithashtu mbështet qarkullimin e gjakut, përmirëson tretjen, stimulon rritjen e shëndetit të flokut dhe stimulon gjithashtu sistemin imunitar. Përfshirja e kësaj bime të veçantë në dietën tuaj, qoftë në formën e çajit ose edhe në gatime të ndryshme, do të ndikojë pozitivisht në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë në konsumin e rozmarinës vazhdimisht në dietat tuaja. Kështu do të merrni më shumë përfitime dhe do të parandaloni komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.